e dhomat e këshillimit. Po marrim kallëzimet, po është turp, nuk ka vend në botë. Siç vepron Shqipëria, e bën kallëzimin që bëhet fjalë për një vrasje, bëhet fjalë për një individ, një grup, organizatë kriminale. A kupton? Dhe e merr kallëzimin, vetëm prokuroria, policia tash kanë dorë ta referojë në prokurori. E merr prokurori, hop, fotot në zyrtar, dhe as kujtohet, kalojnë vite të tëra. Çfarë ndodh me provat aty? Me autorët e krimit, shtuken. Detyrimisht merren masa ta korruptojnë drejtsinë dhe korruptojnë drejtsinë për këtë fakt vetë. Kryepyetja që të gjithë e ngran, Ilir, duhet më japësh një përgjigje për këtë, ti je një shumë mirë pjesa e SPAK dhe GKK. Ku është në mes të gjithë këtyre organizmave? Ja, po do ta shpjegoj, po dua ta nis me këtë kallëzimin se është pjesë dhe SPAK-u ka përgjegjësi këtu. Ku flas për kallëzimet, flas për gjithë jurisdiksionin penal të prokurorisë. Ne sajuam një jurisdiksion të posaçëm dhe kushtetues një sistem tepër i gabuar. Pra, ne duhet kemi një prokurori përgjithshëm të fortë. Do të kemi një biro kombëtar të timit të funksionojë si një organ i centralizuar kombëtar, jashtë SPAK-ut, jashtë prokurorisë të këtë gjë. Pse? Sepse duke futur me një status kushtetues dhe BKH-n dhe SPAK-un, mungon shtylla kryesore e mbikëqyrjes nga autoritetet kushtetuese, nga parlamenti. Pra, kur flasim për mbikëqyrjen flasim vetëm për mbikëqyrjen e sistemit të prokurorisë, jo të sistemit të drejtësisë gjyqësore. Pra, gjykatat janë pavarura. Si ka mundësi? Brenda prokurorisë, prokurori s'pyet fare për drejtuesin e prokurorisë. Një çthurje totale e mungesës të zinxhirit komandues nga brenda. Pra, në emër të asaj që prokurori është i pavarur. Po mirë, ky prokurori është i pavarur, po drejtuesi i prokurorisë është aty. Nuk ka drejt të kërkoj llogari për afatet hetimore të procesit penal, të dosjeve penale. Nuk ka drejt të kërkoj për kallëzimin, çfarë bëhet me atë kallëzim? Gjithë këto probleme janë strukturore apo janë kulturore, shtetërore, institucionale? Shiko, tani përdesa u bë një reformë e re, mungon edhe një kod deontologjik për kulturën e gjyqtarëve, për kulturën e prokurorëve, për kulturën e BKS, të OPG-s, të këtyre gjërave. Pra, pse duhesh ne, kur gjithë bota punon, që nga informatat, agjensitë që kanë karakter informativ, dhe ata që kanë dhe atributet të policisë gjyqësore, siç është policia kriminale, siç janë shërbimet e tjera të inteligjencës ushtarake, ose inteligjenca financiare, ose dhe shërbime informativ, i kanë izoluar. Pra, një informacion që do marrë shërbime informativ, do ke policia, do ke prokurori, do marrë dhe edhe aty. Për këtë gjë. Pra, nuk ka shpejtësi për bërë një klasifikim të punëve, që nga informata dhe të rrugës provave dhe goditjes, dhe shfuzuar flagrancën dhe interesin publik për hetimet shpejta. Pra, njësoj si që është gjendja në prokurorin në jurisdiksion për gjendja në SPAK, kështë di atë në SPAK sa kallëzime ka. A janë audituar ata? Asnjëherë janë audituar. Pse? Mungon kontrolli publik, transparenca publike, kontrolli nga mbikëqyrjes parlamentare për këtë gjë. Nuk flasim për gjykatat. Gjykatat janë mbret. Gjykatat vendosin mbi aktet për këtë gjë. Atëherë ka një vetvetiu lind dhe korrupsioni gjithë. Mbi gjithë është prokuroria e Tiranës. Qendër e korrupsionit. Pra qendër aktive, më e madhe në gjithë Shqipërinë, se janë rreth kanë qenë, nuk e di sa janë tash, po mund të jenë minimumi 70-80 prokurorë, nga një organike mund të jenë edhe 100, për këtë gjë të larguar nga drejtësia. Dhe të njëtë mos japin llogari këta. Asnjë shefi i tyre që drejtuesi edhe një mungesë totale e kontrollit. Lexoja sot prokurorin e përgjithshëm, si më ngrihet ai flet atje për këtë gjë. Ai do të flasë pari që sistemi i gabuar i ndërtimit të tillë të një sistemi. Ai dini që prokurori i përgjithshëm s'ka si gjë në dorë. Edhe ato gjëra që ka lënë ç'pun ka ai prokuroria e përgjithshme me OPG-n. OPG-a është një strukturë policore. Bën veprime paraprake. Qofse të referohemi Amerikës, është një strukturë që ka FBI-a. Policia gjyqësore, për ata që ndoshta nuk e din. Qofse në Angli ka në CIA, Agjencia Kombëtare e Hetimit. Në Gjermani ashtu është, Bundeskriminalamt. Në Itali po ashtu. Merë përgojë, firmos ato udhëzime dhe i jep ato për emërimin e të. Ç'pun ka? Një OPG ka policia e shtetit, një OPG ka pranë prokurorëve. Jo për të ndihmuar prokurorët. Çfarë do të ndihmojnë prokurorët?
prokurorit i ndihmon OPG që është pranë policisë, sa ta marrin informata. Një koment për punën, një vlerësim për punën SPAK dhe GKK-s. Unë mendimin pozitiv, ne të flasim tash nuk gjykojmë individët që punojnë. Jo, patjetër, punën flas. Kur flas për prokurorët e SPAK-ut, ata nuk kanë ngjarkesa publike. Janë njerëz serioz, njerëz të mirë për këtë gjë, por mungon ajo transparenca. Pra ne nuk dim me çfarë merren ata, me çfarë punojnë ata. Kush është tempi i tyre? Duhet ta dim apo duhet të jetë sekret hetimor? Patjetër, nuk ka sekret hetimor kur krijohen autoritete të pavarura. Parlamenti ka kompetencë, krijon komisioner të pavarur, inspektorë, siç i ka në Amerikë, SBA-ja, inspektorë të pavarur, ashtu ka dhe Britania dhe Gjermania. Ata hynë ke dosja, shikojnë dosjen penale, jo dosjen gjyqësore. Shikojnë si trajtohen informatat, si trajtohen provat, si trajtohen bashkëpunimi ndërinstitucional. Na kupton? Bashkëpunimi në fushën e platformave të shkëmbimit të informacionit, platformave digjitale, për këtë gjë. Këtu është për i bret. Këtu nuk gjen një dosje, më bëhet një kërkohet, të ndodhi një gjë, edhe del që ajo është bërë një kallëzim më para. Shfilluar një çështje, zgjidh dosjen më ndrin një javë në bodrumet e gjykatës apelit ose atje në Tiranë, të gjejnë dosjen ku është. Përse ky kaos në drejtsinë shqiptare? Po sepse u bë me shpejtësi dhe jo i konceptuar drejt. U bë një gaf, ja të shpjegoj, patjetër që qeveria ka fajin. Sepse agjencitë, bloku ekzekutiv i agjencive të parandalimit krimit konsiderohen agjencitë policore. Agjencitë si që shërbim informativ, por jo në këtë mënyrë i organizuar. Pra, vetëm karakter informativ. Që është kjo? Shërbimi informativ do të